Me futjen e alkoolit në organizëm, atakohet organi mëlçi, i cili njihet si laboratori i organizmit, për faktin që kryen me qindra funksione. Abuzimi me të shkakton dhjamosin e mëlçisë dhe cirozën e mëlçisë. Kjo e fundit njihet si sëmundja e cila shkatron mëlçinë dhe ja humb totalisht funksionin. Konsumuesit e alkoolit kanë probleme serioze me drejtpeshqim, memorie të dobësuar, gjykim jo të drejtë, shikim të turbullt, dëgjim jo të mirë, si dhe koordinim jo adekuat të lëvizjeve, por mos harroni se përdorimi i alkoolit në doza të larta mund t'ju çojë në gjendje kome, si dhe të shkaktojë direkt edhe vdekje. Abuzimi me alkool mund të paraqet rrezik të lartë për zhvillimin e kancerit në shumë pjesë të organizmit tonë. Ai mund të shkaktojë kancere të gojës, fytit, ezofagut, lukthit. A gjithashtu mund t'i prek edhe organet e tjera si mëlçin, shpretkën, pankreasin, zorën e trash, si dhe të shkaktoj kanceret të gjirit. Shkencëtarët kanë konstatuar se nga shkaktarët kryesor të sterilitetit në Evropë përmendet alkooli. Kjo për faktin se alkooli ul sasinë e zingut dhe vitaminës A në organizëm, substanca këto të cilat janë të domosdoshme në procesin e riprodhimit. Gjithashtu, përdorimi i alkoolit nga krahas shallëzana shkakton mungesën në zhvillimin normal të fëmijës, retardime mentale, vonesa në rritje e shumë efekte të tjera të cilat cënojnë direkt integritetin trupor të fëmijës. Konsumimi i alkoolit nuk i shpëtojnë as këto organe vitale. Alkoolistët mund të kenë probleme me zemër, dëmtim të pankreasit, ulqera në lëkt, mungesë vitamina C dhe dobësim të imunitetit. Të gjitha këto mund të jenë fatale për jetën tuaj. Nga të gjithë të hospitalizuarit, 30% prej tyre janë pacientë të cilët kanë probleme që janë të lidhura me alkoolin. Thuaj jo alkoolit. Për një trup të shëndosh. Për një mendje të shëndosh. Për një familje të shëndosh. Për një shoqëri të shëndosh.